Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Falënderojmë Allahun azza wa jall. Salavatet selamet që dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim rreth një teme, nënat e besimtarëve, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e tyre për ummetin. Nuk ka dyshim se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përbën prej familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është domethënë besimi i ahli sunnetit, dhe besimtarët e ahli sunnetit ja japin hakën, i respektojnë ato, ashtu sikur që ka dhënë hakun Allahu azza wa jall, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk shkojmë në teprim, mirë po as nuk shkojmë domethënë mi nënçmu ato, duke e pas parasysh këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Adhkurukumullah fi ahli beiti", ju kujtoj për hir të Allahut familjen time. Disa herë ka përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, nuk e teprojmë, mirë po as nuk ja ulim vlerën, përveç se Allahu azza wa jalla ato që ka dhënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, besimtarët musliman të ahlu sunne në veçanti e dojnë domethënë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është ndalume që të flasim keq për ta, apo të flasim keq, apo të shajmë, apo diçka të tillë. Kështu që ne do të mundohemi me lejen e Allahut azza wa jall që tregojmë diçka domethënë nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për jetën e tyre, për çdo njërin do të flasim me lejen e Allahut azza wa jall, atë vlerë që ja ka dhënë Allahu azza wa jall. Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Ahzab ajeti 6 thot: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." I dërguari është më i afërti për besimtarë se sa ata njëri tjetrin. Gratë e tij janë si nënat e tyre. Pra, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë si nanat tona. Pra, ndalohet me to dhe mu martu. Ndalohet me to dhe mu martu. Për shembull, ata që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas vdekjes pejgamberit alaihi salam, është ndaluar domethënë mu martu. Pse? Sepse njeriu e ka të ndaluar mu martu domethënë me nonën e vet. E kështu që ne e kemi në atë grad domethënë e kemi. Pra, nënat, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë nënat tona. Po, qysh i bjen që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kon në gradën e babës. Pse? Ka ardhur në hadith që ka thënë: "Innama ana lakum bi manzilatil walid." Unë për ju jam këshilltar, këshillues, sikur se baba ju që është këshilltar për ju. Do me thonë, kjo është morale. E kështu që edhe ne duhet që e japim hakun ashtu që ka dhënë hakun Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, muhaxhirt janë vëllezërit tanë, edhe ansart, po ashtu do me thonë, janë vëllezërit tanë. Pse? Sepse ata kanë thonë: "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman", suratul Hashr ajeti 10, ka thënë: "O Zot, na fal neve edhe vëllezërit tanë që na kanë pritur, domethënë para nesh." Kështu që ai i cili flet keq për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është domethënë larg imanit, besimit. Pse? Nuk plotësohet besimi përderisa nuk i besojsh pejgamberit ton. Edhe ti qysh mundesh me fol keq për gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?
nuk ka mundësi një njeri I cili beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose pejgamberit Allahut edhe me fol keq për dikon. Shumë është e qartë. Sigur se tash dikush me thënë unë ty du, mirë po me fol keq për gruan tane. A bën kështu? Çfarë dashnie është kjo? Çfarë dashnie është domethënë kjo nëse ti për shembull du, mirë po foli keq zije mazi për gruan. Atëherë domethënë kjo tregon se ky person është shumë larg besimit. Edhe njeriu nuk bën me fol për nonën e vet keq. A thamna që gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë si nënat e besimtarve. E tash a ka mundsi dikush me fol për nonën e vet keq? Ja. Po ashtu domethënë edhe ne duhet mu kujdes domethënë me rujt gjuhën edhe mos me fol domethënë keq. Për ato në veçanti edhe për musliman në përgjithësi. Pse me fol keq? Pse me fol keq? Ku ki argument domethënë që ti domethënë që flet keq për dikon? Nëse ki argument, okay. Mirë po nëse nuk ki argument, atëherë duhet me hesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ose fol mirë ose hesht. Pshele gojen, mbyllë gojen. A ka gratë më të ndershme se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Këto jo na që po e thojmë. Mirë po Allahu azza wa jall po thot. Allahu I ka zgjedhë domethënë këto. Jo që na, unë ose ti ose ai tjetri, jo. Allahu azza wa jall ja ka zgjedhë. Ka thënë la yahillu laka an-nisa'u min ba'du wa la an tatabaddala bihinna min azwajin wa law a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiban. Këtë jetë tje, nuk të lejohet të martohesh domethënë me gra tjera. Pa marrë pa as të marrësh domethënë gra tjera në vend tyre dhe sikur të marrë domethënë bukuria e tyre domethënë me të mashtru ty, me dash domethënë, më nuk lejohet. Ja ka ndalu domethënë, pse? Këto I ka zgjell Allahu azza wa jall, përveç se sklavëve. Domethënë nëse ka ndaj rob bresh në sen, që kanë qenë atër në luftë, atër domethënë ajo po mirë po, me dash me lëshu një gru tash, me marrë tjetrën ja. Bilen për disa, inshallah do të flasim që e ka shkurorizu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka ardhur selami prej Allahut, ka thënë ktheje, ka thënë sa ajo është sawama qawama, ka thënë ajo është që agjeron edhe që fal namaz natës. Qëra, domethënë nëse të vjen lavdata prej qiellit, Xhibrili alayhis salam, nëse të bjen selam prej Allahut azza wa jall, ka thënë për Khadijën radhiyallahu anha, ka thënë o Muhammed, bani selam Khadijës edhe përgëzoj me një shtëpi në xhenet. Inshallah kur do të flasim për Khadijën, do ta tregojmë këtë ngjarje. Dhe tash, a ka mundsi dikush me dal më I mençëm dhe me thënë jo kështu, jo ashtu? Nuk ka mundsi, neve na kërkohet që të heshtim edhe të ruajmë gjuhën tonë. Allahu azza wa jall thot: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. E pasi Zeid bin Harith, më thonë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka marrë si evlat, e ka për me mbikëqyr, fillim do më thonë, pastaj e ka hek, e ka largu, pse? Se nuk ka, është ndalu. Thotë pasi Zeidi bashkëjetonte me gruan e vet dhe u nda prej saj, ne u dham, ne ta dham ty për bashortë në mënyrë që besimtarët të mos ngurojnë që të marton me gratë birësuarve të tyre, pasi ata të kenë plotësuar dëshirën e tyre dhe të jenë ndarë. Urdhri I Allahu subhanahu wa ta'ala do të përmbushet detyrimisht. Allahu azza wa jall na ka tregu se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë më të mira, domethënë në dynja. Ka thënë ja ejuhan nisa, ja nisa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytun.
ka thënë oj gratë e pejgamberve, o gratë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ju nuk jeni si gratë tjera. Nëse i friksoni Allahut, pra nuk është gruaja e pejgamberit si një gru domethënë që ka qenë në kohën e pejgamberit alaihi që konë xhamatli i thjesht. Pse? Se gruaja e pejgamberit çdo kush e kqyr domethënë me një gabim me një sy më ndryshe. Po ashtu edhe sot. Nuk është gruaja i një thirrsit, sikurse një gru për shembull tash mos nënçmohet dikush me thënë si një pastrusit për shembull. Pa e thot unë pa shkollë, unë kështu, unë ashtu, domethënë edhe nëse bëjnë ai gabim nuk çon shumë pesh. Mirë, po nëse gruaja një thirrsit gabon, kiameti kërset. Po ashtu edhe gratë e pejgamberit. Me thënë nuk janë sikur gratë e thjeshta. Edhe ato kanë vlerë, nëse ja kanë frikën Allahut, mundon me që mirë, po jo si gratë e pejgamberit. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gratë më të mira. Allahu azza wa jall po thot, nëse i friksoni Allahut, e me siguri që ato ja kanë pas frikën Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall e ka ndalu për besimtarët që të martohen me ta. Sikurse që e ka ndalu domethënë njerëzve, djemve mu martu me nonat e veta. Mirë, po me gra tjera është halal. E ka leju domethënë Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall po thot: "Wa ma lakum an tu'dhu Rasulallahi wa la tankihu azwajahu min ba'dihi abadan." Nuk ju takon juve me pengu pejgamberit. Mirë, po as me ju martu me gratë e tynve. Inna dhalikum kana inda Allahi azima, se kjo është e madhe te Allahu azza wa jall. Nuk ban. E sot disa prej xhamatit apo prej grupeve të sufive apo edhe të shiave me siguri janë që nuk ban mu martu domethënë me gruën e hoxhës. Nëse ka vdek hoxha ose ka lëshu, nuk ban mu martu. Pse? Se ajo domethënë është shajt. Ja. Me gra tjera mundet, ka vdek burri, mundet mu martu, masi që ta krynat i detin, mundet mu martu, ose është nda, mundet e mu martu. Mirë po, me gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ban. Nuk ban, është e ndaluar domethënë, sepse ato kanë tjera, domethënë vlerat e Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall po na tregon domethënë që nëse dëshirojmë diçka me kërku prej tynve, atëherë me kërku mas perdes. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dhalikum min wara'i al-hijab wa huwa atharu lakum liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallah. Nëse pyetni, kërkoni diçka prej tynve, prej grave të pejgamberit, atëherë kërkoni prapa perdes. Kjo është domethënë më pastër për zemrat tuaja dhe të atyre. Pse? Se ka mundësi domethënë njerit me shku një jeti i keq. E kështu që për me mu kanë pastër edhe ti, edhe ajo, atëherë domethënë duhet me pas një farë pengese, jo mu qelë shumë, me po muhabet. Kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam duke qenë në etikaf, ka ardhur Safia, gruaja e pejgamberit alayhis salam, edhe u kon terr. Edhe disa njerëz e kçyshin me kon po fol pejgamberi edhe për shenjë një gru. Edhe pejgamberi alayhis salam për me hek këtë dyshimin, ka thënë kjo është gruaja jeme, ha? Safia është kjo gruaja jeme. Do të thonë që me hek atë dyshim, me thonë këtyre pejgamberi alayhis salam po thot në etikaf jam natën po rind me gra. Jo, mos me ta hek dyshimin krejt, ka thënë kjo është domethënë gruaja ime Safia. E si është domethënë për ata njerëz domethënë të cilët flasin keq. Allahu azza wa jall po thot: "Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain
wa kana Allahu ghafuran rahiman, o profet, o pejgamberi i Allahut, thuaj grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve, që të lëshën në mbulesën. Ta lëshën mbulesën e tyre rreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Pse? Nuk ka mundësi radhjen ato nëse del një motër muslimane për shkak me mbulesë dhe me ngacmu dikush. Mirë, po nëse del e zhveshur, atëherë me siguri që kanë me ngacmu. E kështu që për mu dallu prej atyre, edhe për mos me të ngacmu kërkush, atëherë dhe me thonë, ka thënë për mu mbulu. E kështu që Allahu Azza wa Jall na ka tregu do me thonë mënyrën se si do me thonë ta parandalojmë të keqen. Pastaj Allahu Azza wa Jall po na tregon neve se ka me pas disa njerëz të cilët i kanë zemrat e sëmuara, edhe munafik të cilët kanë me fol, kanë me bo. La in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fi al madinati lanughriyanaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan. Nëse nuk heqin dorë hipokritët, munafikët, ata që kanë sëmundje dyshim në zemrat e tyre, do me thonë, në zemrat e tyre, dhe ata që për hapin lajme të rrejme gënjeshtra në Medinë, ne me siguri ty të japim pushtet mbi ta dhe ditët e tyre në Medinë janë të numruara. Dhe kena me dhënë ty pushtet, edhe ditët e munafikëve, edhe atyme që i kanë zemrat e sëmuara, ata i kanë ditët e numruara, kanë me dalë, do me thonë prej atyjit. Allahu Azza wa Jall nuk e pranon arsyetimin, do me thënë atynve të cilët i akuzojnë apo flasin keq për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nënat e besimtarve. Allahu Azza wa Jall po thot: "Yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila." Ata thon: O Zoti ynë, ne ju bindëm paris ton dhe prorëve tan, por ata na shmangën prej rrugës së drejtë. Më thënë na kanë larguar ata prej rrugës së drejtë. Pse? Pa ata kanë fol keq. Ajo kështu, ajo ashtu, ajo kështu, ajo ashtu, që kanë fol keq për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para mendo vllai jemi dashur. Ti po flet keq për gruën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po fol, do me thënë, çka po ta merr mendja, çka po ta thot gjuha për Aisha radiallahu anha, sidomos për Aishën, sidomos për Hafsën, vajzën e Abu Bekrit, vajzën e Omerit radiallahu ta'ala anhum. E ti, kur pe kthen mrapa kryt peshe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a nuk thot, a nuk ket turbe ti me fol për gruën teme keq? A ka mundësi një njeri me fol keq për gruën e shokut vet, për atë njeri që thot unë e du? A nuk është turp që nesër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë ty: o filan, qysh me ti fole për gruën teme keq? Sot ne në jetën e përditshme me bu me fol për gruën e dikujt zeq aty rrugës dhe thot: qysh me ti ta kom qit një kafe, të kom respektu, të kom nderu, e ti po folish keq për gruën teme. A nuk vjen turp? A qka është me dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me thënë: o filan, ti që ke pretendu se ti po e njek sunetin tem, ti po ke fol keq për gratë e mija, ti as i ke besu Allahut Azza wa Jall, ti nuk i ke besu Allahut Azza wa Jall që Allahu ka dëshmu për ta, Allahu i ka pastru ata. Ti as Kur'anit si pas ke besu, se jo veç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku është ajo që po thojmë ne i besojmë Kur'anit, ne e dojmë Kur'anin, ne e dojmë Allahun, ne e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti e don Allahun, atëherë duhesh mi besu Allahut Azza wa Jall. Allahu që na ka tregu neve në Kur'an, nëse i ke besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti duhet me dasht ato që ka dasht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam, gratë i ka dasht, i ka respektu.
nuk tregohet se pejgamberi alayhis salam e ka rënë një grum, i ka mshu një grum. Atëherë do më thënë, ku është dashnia jonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vezër janë 19. Khadija bintu Khuwailid, Sauda ibn Zum'a, Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhum, Hafsata bint Umar, Zainab bint Khuzayma, Salama radiallahu anha, Zainab bint Jahsh, Juwayriyata bintu Harith, Habibata bintu al-Harith, Safiyata bintu Huyay ibn Akhtab, edhe Mejmune bintu al-Harith. E ka pas edhe Mariat al-Qibtija, robreshën e cila e ka linë me të do më thënë Ibrahimin, djalin e vet, i cili ka ndru jetë kur i ka pas 16 ose 17 muj. Për këtynve, vetëm Aisha radiallahu anha ka qenë beqaresh. Dhe më thënë, vajzë ka qenë. Këto tjerat, krejt. Për shembull, Salamës, kur i ka vdek burri, ka lutë Allahun azza wa jall, pejgamberi alayhis salam ka thënë, bën dura edhe lutë Allahun azza wa jall. Thot kom bë durim edhe kom lutë Allahun azza wa jall e Allahu më pranoi duan. Tha, ma ka shëndru më të mirë se Ebu Salamën. I ka vdek burri, ka bë dua, atëherë do më thënë ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush thot, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë gra? Ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë gra, sepse ka ndash do më thonë që me pas kret akraballëk me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na kemi tregu edhe kur kemi fol për Omer radiallahu anhu, kur ka shku do më thonë me alyp vajzën e Aliut, ka qenë e vogël e re. Edhe për këto do të flasim inshallah, se po dalin dyshimet shumë, ta do më thënë, a bon mu martu vajza 12 vjet as bon? Mbretnat të Evropës janë martu me vajzë 10 vjet, 12 vjet. Inshallah do të bim me argumente. E ka pas qef do më thënë që mu kon akraba edhe ma i fort. Pse? Se ka thënë të gjitha lidhjet farefisnore do të ndërpritën në ditën e gjykimit, përveç se lidhjet farefisnore e tem. Lidhja farefisnore pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu që do më thënë Omeri ka qenë baballëki Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas vajzën, Hafsën e ka pas. Bilem Hafsa ka qenë që u shkororizu një herë, edhe ka thënë ktheje, se ka thënë ajo është sawame qawame, ajo është që fal namaz natës edhe agjeron ditën. Dhe me thënë me urdhër të Allahut azza wa jall. Dhe me thënë që njeri nëse vjen urdhri prej Allahut, dije se ti ki vlerë, ti ki peshë të Allahu azza wa jall, nuk jetë njeri thjesht. Omeri, dhe me thënë e ka pas, pejgamberi alayhis ka pas baballëk Omerin radiallahu anhu, mirë po ka dasht më konë edhe më afër. Pse? Me mesin. Pse? Vajza Aliut radiallahu anhu, mesa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më konë me thënë shumë afër. Po ashtu do me thënë edhe këta tjertë. E kështu që shumë që është martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëna prej mendimeve është se kam pas dëshirë do me thënë, më konë akraballëki do me thënë shumë ma afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, javën e ardhshëm do të fillojmë apo do të startojmë me Khadijën, do me thënë gruaja e parë e cila e ka pranuar edhe Islamin. Edhe këtu është, do me thënë argument se dini i Allahut e nderon femrën, se ka qenë për krahëse e fortë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka zbrit shpallja. Andaj do të shohim do me thënë kush ka qenë Khadija radiallahu anha. Edhe kjo ka qenë 25 vjet, do me thënë, 20 vjet dikun, më e madhe po mdoko se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur është martu, pejgamberi alayhis salam ka pas 25 vjet. Kjo i ka pas dikun 40 ose më shumë. Do me thënë ka qenë më e madhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur është martu do me thënë se ka pas sinqeritetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Se pejgamberi alayhis salam është njohur si besnik, do të thonë edhe para islamit. Mirë po, kur erdhi islami, do të thonë ajo është vërtetu edhe më shumë. Andaj e lutim Allahun azza wa jall që të na mundsoj ta kuptojmë dinin e Allahut ashtu sikur çdo Allah subhanahu wa taala, ne do të shohim, do njoftohemi, do të thonë për çdo njërin nga pak, inshallah nuk do të zgjasim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.